një pjesë e ajetit ku thot فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا thot Allahu dhul Gjelal, kërkoni falje se Allahu dhul Gjelal fal. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. E kur ju kërkoni falje, Allahu dhul Gjelal çka ju çon shi. A keni pa do thot është pi sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka shi, çka me bë? Me fal namaz shivit. Dërsa namazi i shivit në shumica e hutbës çka është do thot kërkim falje për Allahu dhul Gjelal, për gabimet e për tmetat të cilat do thot muslimanët i bojnë. Edhe kur qohen do thot në namaz, kërkojnë falje, edhe i bojnë ibadet Allahu dhul Gjelal shon shivin. Sikur shka ndodhi për shembull në Kosovë me vllahun ton, doktor Shefshet Krasniqi, i cili do thot fali namazin e shiut edhe kërkoi falje Allahu dhul Gjelal, Allahu i çoj shi muslimanëve. Ha? Ne po folmi për të arab, po folmi për të na. Këto, se të arabët ka të thotë edhe sene qera. Ashtu më ku folmi për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dikush mund të thonë, po çfarë njerëz ja kanë ato? Ja kanë çer burra, kupton? Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bën do për shi me sahabët e vet, hala pa zhdrik do thotë i mimberit Allahu e ka quë shivit. Edhe çaq shumë do thotë shi sa ka quë, saqë kanë ardhur deri kanë thonë, "O ban dole ta nal Allah i shivit se na shkon shmijat." Edhe u banën helaç hayvan. A kupton edhe mur uji. E pasën e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaiha la alaiha, o Allah çoj shivin për rreth Medinës, jo bash në Medinë. Pse? Se kërkimi i faljes prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bi shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka shumë i sinqert. A ka për nimet aman kërkim, a kupton? Jo veç hajta mojna mohabet, a kupton? Ashtu që njerëzit kur kërkojnë falje, Allahu dhul Gjelal ja shton shivin, ndërsa shivja është elementi kryesor që njerëzit me me gjallë, edhe me pas në risk, edhe mushtu do thotë mirat e Allahut dhul Gjelal. Se kur nuk ka shi, pa ujë shka mojnë, vdesin njerëzit do thotë. Thatësia do thotë e ban ketë më shkatru do thotë shka kanë sipërfaqen e tokës.